Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë këto momente. Gjithashtu mirëmëngjes telefonata e parë për ditën e sotme e martë, 7 korrik 2026. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotri. Ora më boni përshtypje se të bonin ato me fjalë, ishte një grua me nga Veriu, me fjalë, një zonë nga Veriu, edhe një që është katonar Tiranë tek ne, ka rreth jonë. Po përshtypje se i dorë do ka punë ligjet me fjalë. Na shajtën me protestuesve me fjalë, kupton që dalin atje. Po i them aty me asaj zonjës para një që ka Veriu. Or zonjë, unë dal dhe për ty atje, unë dal vetëm për vetë. Dal për gjithë. Dal për drejt me fjalës. Për këtë që e ka zonë venin me fjalë, për këtë siklet e ka zonë venin, a kupton që u ka shit venin komplet. A kupton? Për gjithë. Për që vetë që i zonë, Sadio, ora Sadio nuk o i jonin. Sadio është i juj, ka qini juj ka dalë, ka partia komuniste. Ka ju ka dalë. Ju e keni fut aty, Sadio me shkatarnu venin, me gjithë të tjetër, janë të dyrta. I them asaj zonjës. Për ne mos e mbrojdhe, edhe nuk e drejti të shash me hipoteze, adhe dire eca atje në protest edhe thue fjallën të atë. Dire atje dhe flit. Flit, mirë kesh flit. Po jo të shashka televizori, protestuesi, po na të rekoke ti policin. Policia ka dalë ka busëta. Nuk është moja policia është polici private. Policia u ka këty, policia oligarkëve, hajdutve, kriminelve, maskareve, mbrokaraman, kriminel, e depsis, ja to mbrojë. Qa për atë regodi policia atje, mase ato që e bon atje, ke parlamenti. E njëse polisët privat atje. Ata që u fucin në rogos, i them asaj zonjës. Se e një pësuju, u të gurin e më qetë dorën, a kupton? Një turpi mod për jure, dhe gjithë qa kryeza shka veni, do ju shajnë, do ju përbuzin ju, që nuk dili protest, nuk thoni fjallë e lirë atje. A kupton? Me një copa i dut, do rrim ne, me fjallë, a kupton, dit na maj kjo 13 vjetë, 5 vjetë po shko kjo, tu një gju prallat e këtit, gjithë pensionistët i ka ullë me për rrugë, talët me pensionistët, a kupton. E shef rrushin pensionistët aty, se lak do të gojen. I them asaj zonës. Kuptova zotri, unë falenderoj për telefonatën, gjithë mirët, ditë mbarë në vijim, presimi tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Zotri ose zonjë, jeni drejt për drejt, ju lutem na dëgjoni vetëm nëpërmjet telefonit, jo nga televizori, sepse interferon dhe nuk merremi vesh kur... Përshëndetje zotri. Mirëmëngjes zotri, urdhro. Ja ulaj qik televizorit. Po. Ore, Urdhro zotri. po mima këta protestuesët kanë marrë tërë shkollën e Sali Berishës, tërë mashtrohin e bëjnë. Këta me këto lafe do vinë në pushtet këta. Po pse mendon kështu, pse ja akuzon kështu? Jo, se mendoj unë, ata të tërë, ato që ka kërkuar Saliu, tërmon e jetës kanë. Qa ka kërkuar? Burri flet në emër të popullit, të asaj zonjës, të asaj. Folë për vete tënde, nuk kemi më në kohën e në verit një për gjithë për një. Miru pafshim, falemderit. Mirë, zotri, falemderit, nuk u morën vesh, gjithsesi, gjithë mirat. Presimi tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zonjë, urdhro. Ju uroj për emisionin. Falemderit. Më thuaj. E mbështesim protestën. Po. Po të vazhdoj, kështu si është duke vazhduar. Por, Po. që thonë, ky në burg, a i në burg, nuk më vjen mirë. Sali Berisha, Po. e futi Shqipërinë në NATO, liberalizoj vizat, e i bone gjithë popullit me apartamente që i shiti me një muj pension. Pension. Dhe, ju lutem, Po. nuk e di që juve Rinjus 24, nuk i nxini ato pamjet, që ju prishin pishinat, ju prishin hotelin, ju munën godinat, ju munën televizionin. Tani zonjë, misioni vazhdon. Unë? Misioni jonë vazhdon zonjë. Pavarësisht se jemi sulmuar aq shumë. Po, vazhdon po. Për dyja, gjithkohën që keni qenë të ndrybu, për dyja dhe gazetarët e PD-s
kanë qenë pranë jush. Mirë. Mirë, zonjë, faleminderit për telefonatën. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mirë mëgjes, zoti gazetar. Përshëndetje, zonjë, urdhro. Nga Gjirokastra. Ju përshëndes ju gazetarëve gjithë, që keni mbështetur protestën tonë të mrekullueshme. Përshëndes gjithë protestuesit që dalin aty. Dhe jam atë zotërin që foli pasin parë, atë të parit. E mbështet atë zotërin që foli shumë bukur. Ajo zonja dje uli veten e vetë, në qoftë se është grua e moshuar të më fali. Tani do të dërtojmë kryeministrit të. Dofta më dëgjon zoti gazetar. Janë ndërtuar dhe prokurori Gjirokastra dje. Edhe tani po i bëj pyetje kryeministrit. Vrallë, ana ka dëgjuar kryeministri, sidomos mua tani personalisht po flas, kam 13 vjet. Hipoteka Gjirokastër ka falsifikuar pronën. Alibov ka falsifikuar pronën. Prokuroria hesht. Hipoteka hesht. Po vallë ka kryeministri, am ka dëgjuar mua. Që ja ka treguar dokumentat kryeministrit. Që ka mbledhur me email, ka paguar 20.000 lekë për 10 dokumenta. Vesh të tjerave që ka thënë Albani dhe këto, leri lekë këto që kanë ikur. Tani zoti kryeministër do ta më thonë, nuk jam vletë tu as kryeministër më. Në fund republikisht. Jam pak pagues të këtij vendi. Përse unë nuk marr investim? Përse unë kurrë kam të rivërstuar me rregulla që 2006. Tani, pse është kryeministri? Kurrë qytetari janë ndërtuar zotëri. Pse zotja Kumara në tokë në investime? U flas publikisht. Do ta ju zoti gazetar më keni dëgjuar shumë herë. Dhe më mbështetet në faku që E qartë, zonjë, unë të falenderoj për telefonatën, edhe të uroj gjithë mirat. Në fakt është një problematik cilën e kemi ndeshur shpesh, dhe jo vetëm në një rast, dhe jo vetëm në një qytete ndryshme të vendit. Ju, si rast, ju kemi trajtuar edhe në emisionin Takfak. Falenderoj për thirrjet që bën her pas here. Ne do të presim tani një tjetër telefonat. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mirë mëgjes, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri, urdhro. Ore, gjova të dy telefonata dje dhe ky treti që foli shfarë që u bo marak me ato dy tjerët. O, jo pensionista, hapa e shifni më që qa niveli kemi shkuar. Ha kuptoni këtë gjua, për së kuptoni. E bo një mbledhje Edi Rama me pensionistët, a kuptoni? Edhe skoj bonim i ndodhe të pensionistët. Unë thënë, ata nuk ishin pensionistët e vërtet, a kuptan? Ata ishin pensionistët babalak, fitorave, e këtyre ministrave, që shkojnë atje edhe bojnë gja që është poble, a kuptan? Ishin pensionistët e vërtet ata. Pensionistët e vërtet... Mirë, në mosh ishin pensionistë. Po mirë më mirë, se drejtori një ndërmarrje këtu në Durrës, për shembull, e ka babën, nuk kuptohet. Për shembull, drejtori asaj të Inqirtit, që vole 30 milion euro, edhe nuk bëhet e tim për atë. A kupton ti, për normal që baba ti të shkojë atje të thotë që rro Partia Socialiste, të thonë që unë jem 30 milion euro. A kupton, kam siguru jetën. Po, adi shifi dhe i thënë këtyre, adi shifi në post ku të rejshin pensionin, të betohen kampanjë një pensionist, po e qante ku pagutat të dritën. Në qytetarët e vetë njëri shumë pak. A kupton ti që sa bëjnë ta këtu të dalin këtu në flasin socialistët partijë këtu. Po ta dojnë vra me bukë ngore, ma. Po, jo kështu. Të lutem, jo kështu thjesht. Po jo, o vla, po ja kam push shpirtin ma i tunës qytetarëve, ma. Po vjedhët çdo gjë, ma, po vjedhët çdo gjë. A ka gjë më vjen më, ma, po se ka ngjetën të vjet paka të shit, brexitin të shit, çdo gjë të shit, ma. E dalin këtu të shik këta pensionistë lodhën, edhe këta kanë e fëmijë, kanë e gjën e drejtonin gjën që flasin çure. Se i pensionistë që i vje shpirtin ma i tunës, s'do me ditë as për sali, as për heder. Se me zërë me të i lasë të fundmojnë. Po turp kënë të që klasin shumë, turp.
Ju falenderoj, kalofshit mirë. Faleminderit dhe ju zotëri për telefonatën, gjithë mirë edhe juve, presim një tjetër telefonat në studio, mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjesit, lutem na dëgjo vetëm nga telefoni, jo nga televizori, ulja sa në televizori, se nuk merrem i vesh fare. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zotëri. Urime për emisionin. Faleminderit, urdhëro. Për sa i përket protestës, unë e mbështes protestën edhe protesta i bën mirë të gjithëve. Po unë do të lutem shumë do më rinj për tjetër. Patjetër, po ju dëgjoj me vëmendje. Tash unë do të them për një ligj që është që në kohën e qeverisë në si për pensionet. Për një pjesë pensionistës që kanë dalë me, do më thënë, me vitet plota, në pension të plot, por në momentin që kanë dalë në pension, nuk kanë qenë marrëdhënie pune sepse ishin mbyllur ndërmarrjet. Tashi këta, do më thënë, ka batu rogë të lartëra, edhe këta i kanë futur në pensionin minimal. Edhe ky ligj, do më thënë, që në kohën e qeverisë Meksi, akoma qëndron në fuqi. Do të lutem shumë që të vesh asaj ministres atje e t'i thuash, pse nuk shfrytëzohet ky ligj që në atë kohë neve kemi punu me të shtuna, pa festa zyrtare, edhe të djelave vini vullnetar, edhe nuk marrin, do të them, jemi një pension minimal. Është një stres pensionistës. Më kupton? Të kuptova shumë mirë, po. Je i qartë. Kjo do të lutem shumë, sepse kjo është një padrejtësi. Në fakt, ka ardhur dhe disa herë tjera ky shqetësim zotëri. Faleminderit, ne do adresojmë si problematik, unë të përshëndes. Falem. Gjithë mirat. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri ose zonjë, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi juve edhe gjithë dëgjuesve të televizorit tuaj. Faleminderit, urdhëro. Sot unë e quaj Shqipëria është në rrezik. Protestuesit janë njerëzit më të dashur të kombit shqiptar. Hekin kohë nga koha e vet. Do të them të tjetën. Protestuesit po na thonë ne që rrim shtëpi. O fitojmë ne që jemi të ndershëm dhe jemi pa përdym në asnjë gjë, ose fito krimi. Ose fiton vjedhja e incineratorëve, ose fiton populli. Ose fiton Balluku, ose fiton populli. Ose fiton Rejo Veliaj, ose fiton populli. Ose fillon kreu Moduzës Rama, ose fiton populli. Unë ka dy të them, duheni Shqipërinë shqiptar, mos i leni fëmijët vetëm. Mos i leni fëmijët vetëm atje, në protestë, në vap, në sakrificën që po bëjnë, në emër Shqipërisë, në emër të Zotit, sepse Zoti është edhe i Shqipërisë, edhe i gjithë rruzullit. Unë do të them, o do të fitojmë ne, o do të fitojë Zekineja, me brek në përkam, o do të fitojmë ne, ose do të fitojë Bibilushi Erionit. Vetëm lutem me gjuhë. A e kuptoni se çfarë rreziku është Shqipëria sot? A e kuptoni? O do të fitojmë ne, o do të fitojmë telefoni klikoni Ramanudo. A e kuptoni që Shqipëria sot? Kur janë ato pensionistë që nga janë sot më, me 170.000 lek pension. O do të fitojmë ne, o do të fitojë Euro. Zotni, e kam pasur 100 euro, 120.000 lek. Sot e thyr 93.000 lek. Kjo është vjedhje që i bëjë fëmijëve tonë jashtë shtetit, që ne binë. Dhe me sinqeritetin e Zotit, me sinqeritetin një burri, po them, kam pyet specialist Kmirfield, sa duhet ishte euro sot. Në qoftë se nuk vinë, tha, fres me euro të drogës, me remitancat që janë sot. Dhe me turizmin, euro duhet ishte 128 lek. Pra, si çfarë vjedhje na bëjnë? Fëmijëve tonë jashtë shtetit ne vjedhin edhe euron. Të janë pa tyrë, të janë pa nder, të janë pa moral. Rrof Shqipnia, rrof se djali mirë kam pa në televizor ty. Sinqerisht lumë prindit si të kam. Unë nuk e kam mundësin fizike të vi, por aman telefonin si me klikoj për ditë. Dhe për ta them, i jap jetë nga jeta ime. Lutem Zot, sa herë dalin e të djemë.
lutem me sinqeritetin më të madh. Zot, ju falenderoj, sot do të jem protest. Shumë faleminderit Zotri, faleminderit për telefonatën, gjithë mirat. Presim i tjetër telefonat në studio. Kujtojmë që edhe në pjesë tretë më pas do të jemi sërish me telefonatat, kështu që kemi hapësirë, kemi kohë për të marrë edhe telefonatat tjera. Presim edhe një telefonat ose dy telefonata në këtë pjesë të dytë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje Zotri, urdhëro. Ju përshëndes këtë parafolsin. Dhe me shumë zemër, shumë pasën folje, i pasi se edhe nga i herë emocionet edhe pa drejtësit, bëjnë që dakë edhe nga tema. I bëjtë thirrje, edhe kom qeftë japë që edhe numërin tim telefon që ta marrë të rësh, tau lëndavës. Po si ka mundësi një protest shembullore në Evropë, në botë, ti thu që është me të rinë kazanësh. Si ka mundësi, si është e mundur kjo? Si ka mundësi? Nuk e kupton se dalin e të nuk dalin për me të rinë, zoti Balla. Ato dalin se janë pensionet qesharake, që ta është në 2.700 lekë gjitha. Ato dalin se është populli pa mbrojtër në fëmijë të shkollës stajrë në shkollë dhe vinë të pa mbrojtër fare. Ato dalin për një ekonomi të dobët. Ato dalin për një shëndetësi që dalin e një kohën edhe nuk ka borë nëve që të shësh në spital edhe të dalë jenë pazare në të gjitha administratën. Ata dalin për vujtje për si ka mundësi ti thosh aty, mos të fsheh më Balla me veshjen e pushtetit. Një ditë do të taloni mos pri protestës pri Zotit, do të heqësh pri saj. Kujdes me njerëzit që të talësh me to, kujdes se do të ashish, hajde në protest, ati dilë në shesh, ati të shof se që me të rinë është protesta shëmbullore. Ati dilë për para. Uroj me gjithë shpirtë, me gjithë zemër, edhe protesta me 120% do të kete rezultatin e duhur. Do të fitoj se zbanë. Të kuptova. Po shëndes. Mirë Zotri, faleminderit për telefonatën, gjithë mirat uroj dhe unë. Presim i tjetër telefonat, shkurtimisht edhe 1 minutë kohë kemi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes edhe përshëndetje. Përshëndetje zonjë. Urdhra. Të bekov të Zotri, jam plotësisht me ata zotrin që flasin aty, dhe aji Rama nuk është burr, që nuk del aty në balë dhe t'i sqaroj popullit. Po thot, mua më kam votuar kaq, po këta të tjerë, kujt janë? Ku të shkojnë këta të tjerë? Që Rama i ndan vetëm votat e veta e patronazhistës. Për këta kush do përgjigjet për këtë popull tjetër? Kush do t'i përgjigjet këtij populli tjetër? Do t'i ndajë, do ta ndajë Shqipërinë për gjysmë demokrate, gjysmë socialist, o gjysmë me Ramën edhe gjysmë me populli? Po vetëm një gjë është të mërbirë, në qoftë se nuk u sekuestrohet prona dhe malli dhe të ndahet populli, ata nuk ulen në karrikja. E kuptoj. Kështu që ata bite nënave të atjeua dhe zoti halal dhe po mos të ndalet. Se gjithë popullin e kam të vete, pavarësisht se ndalin do të atë se jemi të moshuar, jemi të zëmor. A na shtoj një pension 270.000 lekë të reja. Nuk i vjen turp atje hajdut. E shiti gjithë Shqipërinë, më e shiti. Të bekov të Zoti. Respekt e zonjë, faleminderit gjithë mirat dhe juve. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, i kthehemi sërish pas pak me telefonata të tjera, publicitet. I kthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë, edhe në këtë pjesë të tretë do të presim telefonatat tuaja për t'ju lënë më shumë hapësirë për të komunikuar në drejtarin e telefonatave në News 24. I themi mirëmëngjes telefonatës parë në këtë pjesë të tretë. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje Zotri. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes Zotri, urdhra. Herojt e Shkodrës e të shtetit Shqipërisë jeni News 24. Oh, faleminderit shumë. Ka respekt, nuk kam respekt unë, po ka 19% e popullatës e lehtësojnë çka dënë për ju. Faleminderit shumë Zotri. Jeni pasqyra edhe neri i Shqipërisë. Oh, faleminderit. Unë jam një intelektual pensionist, jam kthy nga Italia për të investu këtu, mirë po nuk po gjoj për kraje. Unë kishe vetëm 2 fjalë, se nuk jam politikan. Unë jam intelektual asnjans. Unë desha me thani Edi Ramës, në qoftë se ti
dënë me numëru ato mandate që në thu për mandatet, i kete ditën e shtune, këtë shtunën që kaloj, them, në metingun jashtë zakonshëm, aty i ke 84 mandate tuja. Aty dallohet se çfarë mandate ke. Prandaj mos u mburr me ato mandate që ke në parlament, se ato i ke tona falso. Jam asnjëan se thjesht i binën. Mos më fut me parti. Së dyti, desha me thënë, kam një se unë ju njek vazhdimisht, kam një që edhe është e vërdet ajo që thotë për kryeministri që kanë ra shumë braktisjet ose largimi i rinis nga Shqipëria, është shumë e vërtet, edhe është e vërtet sepse nuk ke një njeri të ri që të ka meti në Shqipëri. Të kështu që atë shifër e ke në rregull që ka ra largimi nga Shqipëria. Veste të shi ka dalë edhe diçka tjetër, se edhe plesht për na bin në qafë, plesht e shkrejt që kanë met vetëm as kanë i lache, lek me blej lache, edhe janë krejt vetëm, janë krejt edhe po vdesin në shtëpi, edhe ato po mundohen me gjitha format me bë bashkime familjare që të paktën këtë periudhë, këtë gazet që ka Shqipëria, ta kalojnë jashtë shtetit. Edhe të shkojnë të fëmijët e tyre, por pa heq dorë kurrë nga vendi i tyre. Dije mirë Edi Rama sepse gjendjen e ketë jashtëzakonshme. Jo, Zoti inshallah, me ty ti bjen mend e gres edhe me ne. Zoti ju rujt tan ekipin e News 24. U boshi edhe në mënyrë të veçantë kam për ty ti e klevisim nuk, se nuk ashtu, po kam respekt jashtëzakonshëm. Je i veçantë. Faleminderit shumë zotri, unë përshëndes, uroj gjithë mirat, faleminderit për energjinë e mirë që na përcolle. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotri. E falenderoj pa mas të telefonusin që foli tani. Meritor falenderime ky, sepse thot gjëra të sakta. Së dyti po përdor një thënie të Ndirit Kadrirofi. Qeni feku kanë qenë thanat, qinë që i but pindi nana. Tash ka dalë një gjë e re, pin rufjani gjithë kopen. Rufjani, i rufjanëve e kësaj Shqipërie, e kësaj shoqërie, është Edi Rama. Edhe, e thëmë këtë bindje, si kur t'i dhe djalim. Kur të më djalim, kuptoje, ti duhet vrarë që qërirohet demokracia, qërirohet shoqëria, qërirohet Shqipëria. Kaq. Nuk bëjnë mirë këto thirrje më burr. Mirë, faleminderit për telefonatën e mbyllim. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urime për emisionin. Faleminderit zotri. Desha të flas lidhje me protestën, për këtë protestë popullore. Po, jeni drejt për drejt. Ta zhullaraqet e politikës, ta zhullaraqet e qeverisë, ta bëjnë. Ka dhe shumë analistë që flasin për televizionin e vetë, pa turpsin më të madhe. Protesta shumë e drejtë, shumë e pasër. Nuk kemi që bëjmë se politiket poshtë, se politiket zezë, që ka 13 vjetë që po talët me kombi shqiptarë, po vjetë, po grabit pronat shqiptare gjdo ditë, talët me shqiptarët. Ne shofim institucionin shqiptare i ka futë të dirama në zgjedhjen e tij. Ne shohim se si në përgjykata nuk gjen dot zgjidhje qytetari, nuk gjen dot zgjidhje në përkadastër, nuk gjen dot zgjidhje në gjitha zyrat e shtetit dhe vjen mor peng dhe unë nuk u di them kryeministër Edi Ramës. Është një pengmarrës që mban peng një kom të tërë me fjalë. Tash ka filluar dhe me këto shitjet me fjalë. Unë nuk e di se sa shitje mund të jem bërë këtu. Ndërkohë që ky nuk kemi kundër investimeve se shoqëron me këto investime të huaja se kur po bën namin me investimet. Shqipëria ka gati 35 vjetë, nuk kam pa investime serioze gjermane, austriake, investime angleze, franceze, amerikane, tamam. Po dhe ato pak investime që kërkon t'i bëj, i bën shumë të pisa, nuk i bën vi pronat e pronarve, i bën me prona që ka probleme, edhe tashi na rreket tashim atë dhëndrin e Trumpit. Nuk ka njeri gjë me dhëndrin e Trumpit as me Amerikën. Amerika të viti bëj investimet si të dhe ka qenë mirë pritur. Kush ne shqiptarët e kemi desh gjithmonë Amerikën.
kemi desh Gjermanin, kemi desh Austri, po këto investime nuk ekzistojnë. Tu ka investime serbe, ka investime greke, investime ruse, investime turke. Këto vetëm këto 40 investimesh. Janë investime të poshtra që nuk e njohin territorin shqiptar. Dhe prandaj bëjnë investime këto. Kurse bota ka rregulla dhe izraelitët vinë të investojnë, ashtu që kanë ligjet në Izrael, ashtu. Je qartë zotrit, faleminderit për telefonatën, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Jemi live. Je drejt për drejt, zotri. Diçka të vogël kishe unë. Patjetër, po ju dëgjoj. Televizor dhe analistë të shitur që vën një kaset atje dhe populli ishte gjithë në shesh dhe këta pasqyrojnë sigur janë 15-20 veta. Turp, akoma me këto gjëra këtu në Shqipëri, akoma me këto populli shqiptar nuk e gënjejnë dot, as me media dhe as me politikën e pistë e Edi Ramës. Është Edi Ramës. Mirë, zotri, faleminderit për telefonatën, gjithë mirat, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Përshëndetje, zonjë urdhëro. Si jemi dhe? Mirë, faleminderit. Faleminderit, më thuaj. Po mirë, më zotri. Nga ju do presim demokraci të reneve? Jo. Jo. Do e presim nga të vjetri demokracinë e re. Po, nga ju do presim Shqipërinë e reve? Jo, nga të vjetrit dhe Shqipërinë e re. Nuk i ne, more, ata që flasi kundra jush, po ti nuk të flasin, more, ti ju a mbyll telefonin. Po ju e që po bëni tani, zonjë? Kështu njerës duhem me po dhe si ju i kemi dhe. Po ju apo flisni tani, zonjë? Për qaj duhem të tjerë? Po zonjë, unë po ju gjoj me shumë kërshëri mlefin tuaj, që problemi ka këtu? Jo, mlefi ju me shkry se ti ata që flasi kundër ti va pre telefonin. Po ku e kam prerë mërë zonjë, apo flet? Po flasun, po ja rrezik ta presësh ti nga momentin në moment. Po jo, moj zonjë, unë po të gjoj pavarësisht se ti po shpresh lirisht me gjithë mlefin e me gjithë dëshirën, unë po të gjoj sepse është mendimi juaj. Të kam dëgjuar që u apre telefonin në mes. Po jo, moj zonjë, shiko, njeriu bazohet në eksperienca personale. Kur shana i burri para një 3-4 telefonatave që nuk lanë gjë pa folur, turpi zotit, shanë në telefon. Pse si apreve telefonatën ti? Kush ishte? Neti që shanë. Po që shau se varet që konsideron të sharje, se po foli tani a i ka thënë mendimin e ti, duke që në regull korekt etikisht, nuk quhet sharje, më zonjë. Oj zonjë, nëse kritikon në Ramën, nuk është sharje, do më zoshmërisht, nëse kritikon etikisht. Shau, me fjallë të pista, shau. Po jo, më zonjë, s'ka sharje njëri me fjallë pista. Nga ju që e mbani vetën, që do të danë... Ke nga truar televizion, nuk ka sharje njëri sot këtu me fjallë pista. Foli para 3-4 telefonat. Oj, zonjë, po ka qenë në televizion tjetër, më dhënë, s'mbaj përgjësi që a thonë televizionet tjera. Bëllja, jo në televizionet tjera. Po si t'ja mbyllë, moj zonjë, t'ja mbyllë në televizionet tjera, kështu si dalë në ekrani. Po, bëllja. Ah, mirë, dakord, ashtu po. E burrave të botës këtu në telefon. Mirë, se. Ne duhet, po jo, mërë ti çuniri, jo. Po jo, mërë, ju do nga bëni Shqipërinë e re. Jo, zonjë, Shqipërinë e re do e bëjnë të vjetrit. Tani, je e qartë që këtu nuk mbyllet telefoni? Ore, e ke mbyllu kurse disa herë ke mbyllu telefoni. Mirë, zonjë, po e mbyllet tani pra. Po e mbyllet tani se e meriton. Faleminderit për telefonatën. Presim i tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. Hala. Përshëndetje, zotri. Kush je? Unë jam ai që keni telefonuar ju, zotri. Të vësyri i Saliu dhe be? Jo, i keni rënë gabim, zotri. I keni rënë gabim. Presim një tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Të lutem na dëgjoj vetëm nga telefoni, jo nga televizori. Mëngjesi, zoti gazetar. Përshëndetje, zonjë. Jesa të them dy fjalë në protestën jam shumë dakord. Po ju dëgjojmë me vëmendje. Një dy fjalë të tjera. Shqipëria jonë është shkatëruar, edhe është vjedhur dhe është masakruar që nga 90-ta, ka 35 vjet. Je dakord me këtë? Jam shumë dakord, zonjë. Ashtu dhe. I zem Gjerard Merat që nga Sali Berisha. Ka pre 21 janarin, gërdesin, vjedhje, shkatrime.
fabrika, uzine, kombinate, nuk la gjithë e në Hoxhës pa prisur. Jo si shtetet e tjera si Rumania që erdhi demokracia për nuk prishi. Asnjë gjë. Kto i ka bërë Sali Berisha. Je dakord me këtë? Kështu? Që nga 90-a. Do të shikojmë që nga 90-a 2013-a këtë ja. Nga 90-a të në bërë. Jam shumë e indinjuar me këto që janë bërë në Shqipëri, në të shtetin tonë, të padrejtësia 35 vjeçare. Dhe kështu është. I di në gjitha, i di populli, i di gjitha populli. Të Sali Berishës, të Edi Ramës, të protestave, të gjitha që bërë. Të kuptova, zonjë. Që është tani, theme sa gjera që qëndrojnë. 35 vjetë nuk janë as 35 ditë, as 35 javë, as 35 muaj. Po 35 vjetë shkatërime, njerëzimi ka bërë si që ka dashur qefi. Në nurët e Sali Berishës. A i ka bërë, i ka shkatëruar të gjitha. Mirë, se kam fajde të tjere, të ndaj e pak fajnë, jo vetëm njëri. Të gjithë kam fajnë, pa tjetër shkatëruar. Jam dakord, jam me protestin, jam shumë dakord. Po shkatërimet e para kam filluar që nga 90-ta. Ja them dhe për këtëris prapë. Të kuptoj. 35 vjetë, edhe i pari është aji. Aji që vash. Hajde, miru papë, falemderit. Falemderit zonjë për telefonatën, gjithë mirat dhe juve. Presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes për shëndetje. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes për shëndetje. Për shëndetje, zotri. Për shëndetje protestën. Ne jemi, pamësi se unë nuk jem nga dusi, nuk vi dot, po ne me shpirtin e zemër jemi me ju. Me zi presim të ndryshoj diçka me këtë sistem 36 vjeçar që ne, si dhe mos ne pensionistët, na persekutuan. Edhe kjo, dhe më thënë, heqe që kapet mas mosë 70 vjeç, është fakt që ne dun të vdesim. Ka bëva ki mosë 70 vjeç të dhej, nuk e dhejtë bëshman e rizët. Ka që kohë që në rejnë këj mashtu si Edi Rama, që nuk në e drejtë me bo analizat në pensionizve. Jam indinjohë nga jo mdere që bojnë këj kryeministri janë mashtrus me pensionistët që i kështjera do ishë oficerët, ato babalarët e këtyne ministrave me kaperë republike duhet plas duhet, që ku ishe më kujtu, ato mdere dhe shokët dhe në verë. Edhe që ose do të fish bosh mdere me këtë, që më nështë e më përfëndime me këtë zarën e gjatë, i ka thonë e ashtë që vetë, i kena thonë, hynë me kushtë, jo kushtë do. Këto të zjedhen të hynë shti, hynë gjithë njështë të vetë. Nuk të le njëri të hynë shti, për shemë që do të shpesh, dhe që do të shpesh. Zjedhen njëri që hynë atë jo me për duhet të kitë mashtrimit e rejnë që bëjnë ta. Unë dhe Deline Ibrahimin disa herë e shkruj të në telefon, Pantera Zez, e ka deklaru në televizor, që pensionistët mund jetë tërë 100 torë për faqen e zesë tjetë ajo që delë më në televizor. Ajo është mashtruese, ajo është ka qenë shefe të atim taksë të Tiranës. Ajo e ka bo bilancin e ati të Bergësit, të naftës. Ato e kanë bo, ato bëjnë bilancin që kitin me humje, ki fusin legët në gjithë. Ajo do të shkojnë burgë mas Belinda Ballukut. Të e gjithë mashtruese dhe ati thotë 900 pensionistë mojnë thotë. Mashtron, dori i nëruari që dirë ju, a i pensionit që fletë për pensionet. Kujdim Hoxha. A i tho, nuk është numri 900, mashtron. Po si nuk kanë tërë dare në mashtron. Ne e ndërtumë Shqipërinë, mo jem 76 vjeç. E ndërtumë, kene punu punë vullnetare, ora për ora, e mori në verhoqë që këto e shanë që hajnë të gjithu dhe në vetë, e mori ke mori ke ignoranca, që s'kishte asë i gjë, s'kishte një rrugë Shqipëria e lullzoj, e ndërtumë ne, me fukarallik, që kena harë me tollon, edhe këto zagarë në lonë, kështë e shqitin Shqipërinë, e shqitin ushtrinë, që kishte gjitha armatimet dhe gjithë, qatë për industria, bujësia, gjithë shkanë, e shkatërun gjithë, e shajnë të në vejë. Këto t'i hajnë të gjithu të në vejë, të në kriminelë, të në gjithë me banditë më bërë, të në shkatërun e shqitin Shqipërinë, të vedë me shesin Shqipërinë bërë. Ne kena shpres i shava ju, që për kandidatë sot me protestu, i shava për në shtot diçka. Në ekonomi, jemi shteti ma i varfër në Evropë, me gjithë resurë që i kemi nasë, kam hekër në këtë bakë, që s'kemi në bujësi, bëjkdet, e ku vje punën e jemi shteti ma i varfër në Evropë. Këto e në bandit që në komandojnë ne. Ne i rëjmë sukses e ju të protestuesve. Protestuesve të sheshit. Faleminderit zotëri për telefonatën, gjithë mira dhe juve, presimi tjetër telefonat
në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Karolinja, mirë, presim dikë tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, urdhëro. Unë jam shumë dakord me protestën, i përshëndesa ata të rinj, po kam thënë dhe një herë, pa hik brezion, të rinjt nuk bëjnë hajër. Prandaj ju lutem gjithë pensionistëve dhe sidomos atyre që flasin keq, ta heqin fytyrën e tyre të rrëdhosur nga dielli të rinjve në bulevard. Faleminderit. Mirë, zonjë, faleminderit. Gjithë kanë mendimet e tyre, pavarësisht moshës, e gjithë mund ndryshojnë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Urdhëro, mirëmëngjesi. Ju urojmë për emisionin dhe na kemi shqetësuese se jemi që di javë pa ujë. Ku jeni pa ujë? Jemi pa ujë që nuk na vjen uju. Jo, ku jeni pa ujë, se e kuptova? Jemi në Qafzote. Nuk e kuptova, edhe njëherë të lutem? Në Qafzote. Në Qafzotaj? Po. Në Durrës? Jemi pa ujë, pensionisti, jemi pensionin apim për ujë për drita, ujë nuk kemi. Po tani çfarë ju kanë thënë, keni marrë ujësielësin telefon? Oj, nuk përgjigje ta ujësielë, sa s'këkush. Veç vinë e morën ato likë e ikin e në Po s'keni folur me asnjëri në këto 2 javë? Po nuk vinë ato asnjëherë nuk e kanë problemi Qafzotën. Sa filloi plazhi, Qafzotit i vjen zjarri. Po si 2 javës nuk i interesohet asnjëri, as juve nuk keni bërë një përpjekje? Po ato vjen një piku ujë sa një kasht thekni, si thomi, na edhe jemi mjaftuar, na jemi pa ujë, kemi marruar fare. Po sa orë në ditë vjen ajo pika që thua? Po zë vjen asnjë orë. Asnjë orë në ditë? Jo, ai vjen një qisore, në pa ujë, ju lutemi, se di ramën, na e dim ati ju boftë konsej, familjerisht. Jo, kështu. Jo, konsej ju boftë ne na boni konsej. Se pa ujë me konsere, me smunje, plesh marrua jemi. Ju lutemi, na falni për shqetësim. Faleminderit. Ne do e adresojmë zonjë problematikën tuaj. Nuk e di me që nga problemi i përvitshëm do shta është problematik më e madhe. Se si të falenderoj për telefonatën, nuk e di nëse kemi kohë të presim me një tjetër telefonat? Okej, presim me një tjetër telefonat shkurtimisht. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Një falenderoj për mesazhin që më thërë për ngushëllimin e vllajt. Por një gjë që është ta them se në telefonin personal pas bëni kërkesë, që lidhëm me Osman Stafën se kisha një problem lidhje me vllajin. Pra atë problem që kisha me Osman Stafën për me atë ditë që shkova në Tiranën, e kisha në Shkodër vllajin dhe më rini puna mu me ba dializën u deshe me shku në Tiranë, prandaj desha kur sa i kanë atë vllaj. Dhe kjo ishte një dishat që desha mu lidh edhe personalisht me ty, po edhe me Osman Stafën që dije që ai është një legjend për punën e lidhës me shnetësin. Dhe Klevi, unë da falenoj, nuk jam të full së tjetër, se për lidhë veç ka desha diskutesën, shtonë personal në telefon nuk jetë ndolë, e thash për ma tash direkt. Të kërkoj ndje zotri edhe ngushëllime dhe mia, nuk e di rastin tuaj, nuk e kam, kam marrë vesh për nëpërmjet rrjeteve sociale, për ndarjen nga jeta të vllajt tuaj. Të ishte lidhje me vllajin. Shkova në Shkodër, më thanë do të më shku në Tiranë me marrë dojtën me bo dializën, qysh më bane marrë, jo s'pa pronë për Tiranë, i ka unë Tiranë, sa shkova në Tiranë në dyq vllaj. Dhe e kam varros. Por, sot nuk jam kërkuj varët ata, po unë vetë një kriminalit, një bushtrani, një mirane Shqipnisë, e mirë Shqipnia që kërra, ja uroj atër këvëllë që ja kanë bëjt në për bulevard, aja këvëllë u bëjt të mem për një kriminal si e di Roma e ma bashkë ditën e mjetë. Në qo se dëllëm e plasëm në ditë, ma në ratë. Jësë në lidhë, kur t'jeshtë e lidhë, në telefonë e zotëri. Faleminderit për telefonatën, ngushëllimet sinqerta, sinqerisht, ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, i kthehemi sërish pas pak.